Aksioni i madh i prokurorisë në të gjithë Kosovën. Arrestuan 10 persona, ndërta edhe ish drejtori i Byros Kosovare të Sigurimeve. Një aksion i gjerë i krimeve ekonomike të policisë së Kosovës i udhëhequr nga prokuroria e Prizrenit ka çuar në arrestimin e 10 personave. Ky aksion masiv që është zhvilluar në Prizren, Pej, Ferizaj, Gjilan, Rahovec, Podujeve, Obiliq, ka pasur si objektiv kryesor zbardhjen e një skandali të madh financiar dhe kishpërdorimin e fundeve publike. E të arrestuarit janë Sami Mazdreku, ish drejtor i BKS-s, Valjon Berisha, ish drejtor i financave në BKS, Valjon Duraj, Naser Biri, ish pronar i Part Center, Djelza Kabashi, Brendon Muja, Nagjie Çollaku, Mirjeta Huti, Marigona Çollaku Krasniqi, Elirim Ahmetaj. Personat e arrestuar dyshon për kryerjen e veprave penale, keqpërdorimi i besimit, keqpërdorimi i autorizimeve në ekonomi, ndihmë në keqpërdorim të besimit dhe falsifikim të dokumentit. Në fokus të hetimeve është Sami Mazdreku, ish drejtori ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimeve, i cili akuzohet për keqpërdorim masiv të fondeve gjatë periudhës kur udhëhoqi këtë institucion. Hetimet kanë zbuluar se mbi 1 milion euro janë shpërndar në mënyrë të palegjshme për dëme që nuk janë justifikuar kur me dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë 166 pagesa të paautorizuara për individ që nuk kishin raportuar aksidente, e duke ngritur dyshime të mëdha për abuzim financiar dhe shpërlarje parash. Ky skandal i madh ka ndodhur gjatë periudhës 2022-2023, kur Mazdreku ka drejtuar BKS-n dhe ka nxjerrë në pat disa shkelje të rënda të procedurave financiare dhe ligjore. Sipas raportit të auditimit të brendshëm të BKS-s, pagesat janë kryer pa kaluar nëpër sistemet e zakonshme të verifikimit dhe pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor, përfshi raportin e policisë së Kosovës për aksidentet. Me këtë aksion, policia e Kosovës dhe prokuroria e Prizrenit po bëjnë një përpjekje të fortë për të zbardhur abuzimet masive financiare dhe për të mbrojtur interesat e qytetarëve nga keqpërdorimet që kanë pasur një ndikim të madh në ekonominë e vendit.